processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq, pas pjesës parë të emisionit 104 me lajmet nga vendi dhe nga rajoni e Bota, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni me musafirin në studio. Në fakt sot të dita pothuajse ka shku me dy seanca të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e para sa përket në orën 11 dhe ajo në orën 14. Të dy seanca, nëse mund të quajmë, janë të dështuara për shkak se në seancën e parë nuk morën pjesë partitë opozitare, për gjë që dështoi edhe çështja e buxhetit, dhe në seancën e dytë mandatari i radhës Glauko Njuca nuk i mori votat e mjaftueshme për të formuar qeverinë dhe tashmë me gjaz do të kemi zgjedhje të reja. Pra kjo është tema kryesore në këtë pjesë të dytë të emisionit 104.1. Për këtë tim të flasim me Farhadir Majkur, i nderuar, përshëndetje me serdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ata i nderuar, pra ishte diçka e pritshme që pa një marrëveshje politike nuk mund të kemi një qeveri e kështu me radhë. Do të flasim pak më vonë, por të kthehemi pak më rrapa disa javë më parë, ku i patëm edhe zgjedhjet lokale, të cilat nëse i referohemi exit polleve dhe analistëve e kështu me radhë, kemi pas ushdasht të ketë tjera rezultate, për në fakt kemi pa tjera rezultate. Si keni pas zgjedhjet në komunat e Kosovës, tu pas parasysh që disa kandidat kanë qenë po të njëjtit para mandatit të radhës, për mëradit të parë, dhe kanë qenë të dytit, siç është për shembull këtë rast për Prem Rama në Prishtinë, kemi pas në Prizren e kështu me radhë, të cilët nuk e kanë çuar frontin dhe kanë fituar mandatin tjetër, po njëkohësisht kemi pa që këto zgjedhje lokale të paktën ashtu po lexohet dhe po komentohet që e bën një ndërheqje të Mirkrasniqit nga PDK-ja për shkak se i ka humbur dy komuna. Në një përmbledhje të shkurtër, si keni pa zgjedhjet lokale, kush fitoi, kush humbi dhe kush mbeti ai që ishte edhe para zgjedhjeve? Para se të lexojmë rezultatin e zgjedhjeve lokale, le të riprodhojmë që vendi në gjithë vitin u ballafaqu me një situatë unike politike, e cila siç po shihet tashmë do të prodhoj 3 palë zgjedhje për Kosovën e varfër, natyrisht që është një ngarkesë e paprecedent dhe uroj që në fund të kemi edhe institucionet qendrore. Për sa i takon nivelit lokal dhe zgjedhjeve që u mbajtën atje, natyrisht mund ta shohim rezultatin e dy rrafshe. Në rrafshin e parë, kush sa komuna fitoi. Në kuadër të kësaj, i kemi komunat që kanë fitu, ose kandidat në komunat e caktuara të cilët kanë fitu pa ballotazh, e që mund ta lexojmë si diçka të pritshme për faktin që kandidat të tillë, pra siç ishte rasti në Podjevë, Ferizaj, Malishev dhe Xhetiu, le të themi që kanë pas një performancë për të pas në konsiderat dhe natyrisht qytetari i Kosovës e lexon drejt ndryshimet që janë bërë në komuna gjetëse për periudhën e caktuar dhe nuk e pret që komuna të shkojnë në ballotazh, por e voton edhe jep legitimitet të ri komunës së caktuar, sepse performanca ka qenë e prekshme. Ju e dini që zgjedhjet dhe kryetarët e komunave, performanca e tyre është e prekshme për qytetarët, ata janë në gjendje ta shohin edhe ta prekin performancën e tyre në përditshmëritë e tyre, se po flasëm për burokraci ose jo në dhënien në administratën komunale, zgjedhjen e problemeve të ujit, kanalizimit, porçeve, qerdheve e tjera, pra problemet të natyres komunale që në qoftë se performon në mbi mesatare, le të themi që bazohet edhe në buxhetin që kanë komunat për investime kapitale, mendoj që secila komunë mundet me performu mirë. Në rrafshin e tillë e kemi edhe komunat që kanë shku në ballotazh, të tilla si Prishtina, Prizreni, Gjakova dhe shumë sosh, por që janë disa kryetarë komuna janë konfirmu. Kjo vjen si rrjedhoj edhe e koalicioneve që janë bërë në ballotazh. Duhet të shihet se apelendon procesin demokratik ballotazhi, pra a është fryma e qytetarit
përfaqësuar denjësisht në ballotazh, në shumë raste kjo janë sepse edhe po handë. Dhe duhet shihet mundësia që të shikohet dispozitat ligjore që rregullojnë fushën, se është ma e demokratike dhe ma e mirëqenë fakti që të ndrohet kjo dispozitë ligjore në mënyrë që qytetarët për herën e parë dhe mos të ketë ballotazh, po të përcaktohen për kandidatin X. Sidoqë të jetë, meqense situata është e tillë dhe dispozita ligjore janë në fuqi, atëherë kemi pas edhe kandidaturat që janë konfirmuar. Kush fitoi dhe kush humbi është pyetje legjitime rrafshit të parë të analizës, pra kemi vetëvendosin e cila nga 4 komuna kthehet në partinë e parë me 7 sosh bashkë me LDK-n. LDK-ja e ka konfirmuar numrin e komunave, është sipas optikës së tyre është për më pas në konsiderat fitoria e Prishtinës për shkak të numrit të votave dhe për shkak të punëve sipas gjykimit të tyre që janë bërë dhe që në fakt duhet të bëhen. Dhe rrafshin e dytë të analizës ne mund të shohim se fituesi bazu në peshen që kanë komunat edhe asoj ekonomike dhe asoj të votuesve, pastaj mund të analizohet natyrisht edhe për interesat e partive politike, mund të gjejnë ngushëllim në qoftë se e kanë humbur numrin, e kanë ruajt komunën me peshë ose jo. Pra, thënë në përgjithësi, patëm një proces të mirë, megjithse pat pak ankesa në Mitrovic, dhe është rikonfirmuar ajo që qytetari i Kosovës është vedisu në masë të konsiderueshme dhe tetori foli qartë që politikantë dhe partitë politike duhet janë përgjegjës në performancën e tyre, sepse qytetari është mjaftueshëm i vedishëm për me votu ato që e ndryshon realitetin e përditshëm të tyre. Tani më me zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës, pra me dështimin fatikisht tentativës së radhës nga partia në pushtet lëvizjeve vendosje, kemi një tjetër situatë të cilën në fakt është një ngërç që mbetet më patash roli i presidentës, pastaj edhe pjesa tjetër. Në zgjedhjet lokale kemi pas një fushatë e cila ka qenë deri dikush shumë më ndryshe se sa ajo e zgjedhjeve tjera, ndonë se mund të qenë një mësim për partinë pushtet për shkak se edhe gjuha retorika përdorur në zgjedhjet të shkurtit, ndonë se mund të kalkulohet që ka kushtuar edhe sot të mos një bashkëpunimi nga partitë opozitare. Tashmë kemi pra institucione të reja pothuajse një vit. Kemi një kost në aspektin financiar ekonomik, kemi kostën politik, kemi kostën që ka bënë me ligjet të cilat pra kemi, nuk di që do të bëhet edhe me pagat e strukturit publik, pra kemi shumë ngërçe të cilat me gjasë do të mbeten të pasgjidhura. Kënd të fajsojmë partinë pushtet apo partitë opozitare, me qenë se as opozita s'ka qenë e gatshme të jetë pjesë e një mandati për ta formuar qeverinë. Ne kam përshtypjen që duhet ta lexojmë situatën të asoj se çka është prodhu ose ku ka ngecë dhe çka ka marrë qytetari prej këtij viti, para se të futemi në analizë se kujt, cilës parti, cilës subjekt politik duhet t'ja faturojmë dështimin ose meritat për këtë dështim. Mungesa e konsolidimit të kuvendit për një vit me radhë është tetë unike në historinë parlamentare të vendit, e cila mungesë ka prodhuar një varg të problemeve që fund të ditës këto ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien ose jo të qytetarit të Kosovës. Ne mujmë t'i listojmë një mëri dështimesh që lexohen tepër thjesht dhe lehtë nga mungesa e konstituimit të kuvendit, funksionimi demokratik dhe ndarja e pushteteve. Ju e dini që mungesa e konstituimit të kuvendit e ka paralizuar, e ka pamundsuar formimin e komisioneve parlamentare, të cilat kanë rol me peshë në mirëqenien demokratike të vendit, dhe kjo sigurisht ka rezultuar me dëme
që nuk di sa kohë na duhet të i rekuperojmë si vend. Bllokimi i reformave ligjore, ju e dini që në 3 vitet e fundit, në vitin 2022 janë miratu dikun mbi 100 ligje dhe në këto 2 vite fundit 70 dhe 60, pra kemi në mesatare të ligjeve që le të themi janë 70-80 ligje që për vit miratohen dhe imagjinoni se sa kemi ngjecje të reformave dhe të nevojës për me pas ligje në frymen e integrimeve evropiane dhe ligje të cilat prodhojnë lehtësira për qytetarët, qoftë të fushës ekonomike dhe çdo pjesë tjetër sociale. Kjo e ka dëmtuar në peshë të konsiderueshme edhe integrimin evropian. Pra, ne jemi të detyruar që të jemi të kujdesshëm në politikat integruese, e kemi thënë dhe rithënë sa e so herë që sa e rëndësishme është për Kosovën një vend i ri integrimin në organizatat ndërkombëtare, në veçanti hapat konkret në përmbushjen e detyrimeve në funksion të integrimit në Bashkimin Evropian dhe ju mund ta imagjinoni ose ta krahasoni se çfarë dinamike ka sot Shqipëria në integrimin të evropiane duke i hap gjithë kapitujt e antarësimit, në ndërkohë që Kosova ka një vit, pra gjenë luksin, për mos të konsideru kuvendin e Kosovës si tempullin e demokracisë, pra vendin ku miratohen ligjet që janë në funksion të këtij integrimi. Shto këtu faktin që qalojnë edhe fundet ndërkombëtare, edhe fundet i pafundet që janë pjesë e procesit integrues, pra mund të imagjinoni se sa dëme i shkaktohet një vendit varfër, të vogël, një vit paralizë ose një vit mos funksionalizim të kuvendit të Kosovës. Për te i kësaj, kjo përkthehet edhe një humbje ekonomike, pra me qenë se ne nuk kemi imunitet të kemi reagim karshi asoj se çka po ndodh në botë, ne kemi një rritje enorme të çmimeve dhe kemi një ekonomi të varfër dhe ligjet që kishin mujt mu miratu, sadopak kishin mujt me lehtësu gjendjen e rënduar ekonomike këto 5 vite e fundit që kanë rëndu qytetarin e Kosovës. Partitë politike janë prirur ta lexojnë në pikpamje të ndryshme rritjen ose jo ekonomike të vendit, por në fundites qytetari me pagën që gëzon sot është i varfruar tej mase ose është zvoglu mundësia që ai ta mbuloj nevojat e shportës së familjes së tij në raport me vitet paraprake, sepse siç e dim, për shkak të rrethonave globale, çmimet po lëvizin dita ditës. Paralizimi i institucioneve varëse, ne po ndëgjojmë edhe mediumi publik, edhe institucione tjera varëse të kuvendit të Republikës së Kosovës, se çfarë situate po kalojnë në mungesë të funksionalizimit të parlamentit dhe në fund krejt ju e cekët mirë dhe duhet të lexohet drejt mungesa e një vullneti për bashkëpunim. Pra, nevoja që ka sot politika kosovare është e tillë që demokracinë dhe polarizimet e skajshme që kanë ditë të prodhohen në vitet 2010, 2010, 2015, dikur në mes të PDK-s dhe LDK-s, dhe me vonë në mes të VV-s edhe atyre dy të parave, e kanë prodhu një ngarkesë të jetë madhe për qytetarin e vendit, i cili ka qenë të jetë i polarizuar. Në gjykimin tim, është koha e fundit që politikë bërësit të amortizojnë polarizimin dhe të shohin konkurencën brenda një muji zgjedhor dhe pastaj t'jenë në funksion të përformimit sa më të mirë të institucioneve, sepse funditës ato prodhojnë mirëqenien e qytetarëve. Thënë me pak fjalë,
është koha që të dolëm jashtë interesave të ngushta partioke, sepse pjekuria e qytetarit së dosht në dimenzion tjetër dhe din të gjykoj dhe vlerësoj sakt performancën e secilit kur kërkohet. Dhe kjo performancë do thotë është sot ku jemi pra me një kohë ka gjatë dhe më në fund një tentativë radhës dështoj. Përmendë pra kostoja që kam i kushtuar pra Kosovës si shtet në gjitha fushat pothuajse tani të hedhemi fajin tek partia në pushtet që e dinte që nuk ka marrëveshje politike si në tentativën e parë, dytë e kështu me radhë dhe sikur se sot që pa një marrëveshje politike me asnjë parti dhe duke ditë qëndrimet e tyre dhe nga jashtë para se të filloj seanca, pra hyri në Kovend për të formuar qeverinë tek mandatari i dytë. Ne të fajsojmë këtë rast edhe opozitën, e cila nuk ka qenë e gatshme të bashkëpunojë në këtë rast sa përket edhe seancës e thirrur në orën 11 për të kaluar buxhetin që është shumë e rëndësishme për një pjesë të madhe të qytetarëve të Kosovës. Ne i lexuam ndosë nga praktika kemi shembuj ndryshëm. Që në fakt ky është një shembull unik që s'ka ndodhur asnjëherë. Pra ne pom me pak fjalë se çka ka prodhu negative kjo sjellje e atyre që kanë marrë votën e qytetarëve. Tash, sigurisht është nonsens të shohësh që një vjet artikulojnë fajin sa të njëra dhe të tjetra. Fundites, ajo që ka prodhu sot ke kulmi i një mungese të vedijes përfaqësuese. Pra, ata marrin vota atë sa marrin dhe nuk dim peshën e përgjegjësisë kanë shi atij obligimi që marrin. Fundja ata janë për të prodhuar zgjidhje dhe alternative, jo të hedhin fajin sa të njëra dhe pola tjetër. Ajo që e psojnë, e pom që janë njësit varse të Kuvendit, rrjedhimisht fund ditës është qytetari i Kosovës. Tendencat e sotme kanë kulmu me një dështim i cili tashmë është pa alternativë. Presidentja në 2-3 ditet në vazhdim, bazu në kushtetut dhe dispozitat ligjore në fuqi, është detyruar ta shpërbëj këtë parlament që urojmë mos kthehet kurrë, i tillë çfarë ishte, dhe të përcaktoj datën e zgjedhjeve në funksion të një zgjedhje më të mirë që du me besu që ka me ardhur një parlament i cili ka me mundësu që të krijohet quorum mjaftueshëm për të dhënë përgjigje situatas së rënuar që po na presin, qoftë ekonomike, qoftë gjitha tjera. Po mbi gjitha është artikulu jo rrallë dhe jo pak që duhet kemi numër të mjaftueshëm të votave që të zgjedhim edhe presidentet, sepse siç e dim, në mars të vitit që po vjen, ne duhet të kemi edhe quorumin për 80 votash në parlament për ta zgjedhur presidenten e re të vendit. Dhe tani zgjedhjet e ardhshme që pritet të ndodhin, pothuajse nuk janë garanci që nuk mund të kemi prapë zgjedhje të tjera, nëse nuk ka një marrëveshje politike dhe një trysni nga faktorët ndërkombëtar sa përket çështjes së votës për president ose presidente. Është interesant për sa i takon faktorin ndërkombëtar, pra i cili të kaluarën pak në heshtje. E që me të drejtë. Faktorin ndërkombëtar këtë vit ose le ta zvoglojmë pak lupen dhe të themi që shtetet e Kuintit, miqtë tonë që kanë mbështet ushqy pavarësinë e vendit, kanë qenë pasiv për sa i takon angazhimit tyre për dhe në funksion të formimit të institucioneve me të drejtë. Pra, në momentin e parë kur ne testohemi mbi ato se sa kemi arritur ta konsolidojmë demokracinë brenda vendit, atëherë ne çalojmë. Trysni ndërkombëtare që tash po del që nuk kanë qenë çast mëdha, saqë ata kanë artikuluar në një kohë të caktuar, se për shkak të presionit kemi qenë të detyruar të bëjmë koalicion me X ose Y partinë, po del që kanë qenë më tepër për elektoratin se sa diçka reale.
Pra, është koha fundit, siç e tham, që politika kosovare ta kaloj këtë stadin e ndasive dhe kalkulimeve për politika ditore edhe ta shohin institucionet dhe përgjithësinë gjithmonë në funksion të ofrimit të alternative dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve. Po kthehemi tek sonca, cila pak më parë pra përfundoi, ku mandatari i dytë për formimin e qeverisë Regla Okunjufsa ka dështuar pra të marrë përkrajën e nevojshme të deputetëve në kuvend. Sikur se pothuajse Albin Kurti para një muaji, as Kunjufsa s'ka arritur me marrë gjithë votat e mjaftueshme 61. Kandidatura e tij ka marrë vetëm 56 vota, kundër kabinetit të tij kanë votuar 53, pothuajse gati barabartë, dhe kanë abstenuar 4 deputet. Do thotë në adresimin e tij, do thotë Glo Kunjufsa në një formë ju lut deputetëve që ta kalojnë këtë krizë, sepse e përmendë çështjen e marsit, pra se përket presidencës, por së duket edhe pse opozita në fakt në fillim ka përmend Glo Kunjufsën si njëri i duhur ndoshta për të kaluar kriza politike. Edhe e thanë edhe nga vendosjet që tani më kemi prunë Glo Kunjufsën dhe ja mund ta provoni. Por edhe kjo do thotë 56 vota dhe 53 kundër, pra për 3 vota thuajse 50-50. E çuditshme. Proceset e kësaj natyre nuk shkojnë me lutje. Këto duhet të nënshtrohen një marrëveshje politike, në qoftë se një parti fiton aq vota rrjedhimisht, aq mandate brenda parlamentit, e të cilat nuk mjaftojnë për qenë një shumicë minimale, atëherë duhet të gjejë rrugë alternative për koalicione. Ky proces, pra, siç e tham, nuk shkon dhe nuk zhvillohet me lutje. Kjo meriton marrëveshje dhe bashkim të plan programeve për qeverisje. Ajo që ka ndodhur në këtë vit, vërtet është tetë unike dhe nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë parlamentare të vendit dhe uroj që mos përsëritet. Kjo është ajo që ka minimumi ne si qytetarë të vendit po kërkojmë, por që artikulimet e tilla ose konsumimi i afateve kushtetuese pa pas hapa konkret në funksion të një marrëveshje politike është nonsens. Me të vërtetë është tetë e çuditshme. A janë zgjedhje? Në këtë situatë që jemi, është i vetmi instrument kushtetues që e prodhoi koha, e tash mbetet më pa se çka do të prodhojnë ato. Por unë jam thellë i bindur që qytetari i Kosovës ka aftësinë dhe gjykimin që të prodhoj ato mandate për partitë politike që duhet të kalojnë krizën dhe dalin jashtë kalkulimeve të politikës ditore, sepse mjaft është mjaft. Pra nëse do të kemi koalicion apo koalicione në zgjedhje të ardhshme, pse duhet vendi të shkojë në zgjedhje kur mund të ketë tani marrëveshje politike? Pra pse duhet t'i harxojmë 7, 8 apo 9 milionë euro edhe të bëjmë prapë koalicion? Fiks. Ka një mëri pikpyetjesh që nuk kam përgjigje, është nonsens. Pra, si është e mundur që në këtë sistem që kemi ndërtu, në këto ligje që janë në fuqi, s'lexohet drejt pamundësia që kemi prodhu për me dal jashtë këtij ngërçi politik që tashmë u tej zat tej mase. Pra, nuk ka logjik të mendohet ose nuk ka parashikim që ka me prodhu një situatë ndryshe. Le të themi që partitë politike kanë me lëviz në përqindje edhe në fund të dhjetorit, kur do që mbohen zgjedhjet e ardhshme, por që në afat prej 45 ditësh ato duhet të mbohet dhe për 30 herë me radhë qytetari i vendit do t'i drejtohet kutive të votimit edhe uroj që këtë herë ta prodhojnë një alternativë e cila do t'jetë 4 vjeçare dhe do të ditë ta adresoj. Dhe kjo alternativë do ta ndëshkon dikant? Po, patjetër duhet të shohim se kur do të ndëshkohet, pra, cilat do ta bart faturën e dështimit të këtij viti. Tani me faturën pothuajse duhet ta paguajë edhe pozita dhe opozita. Patjetër. Dhe faturën tjetër mund ta paguajë prapë partitë të cilat
do të bëjnë koalicion pas zgjedhjeve të reja, me qenë se në atë çfarë lexohet është që ka inate politike dhe po shkojmë një zgjedhje ne e pastaj mund të bëjmë koalicione. Pra ta kalojmë këtë hatër mbetje dhe pastaj pas një muaji mund të bëjmë marrëveshje politike. Tani jemi në një situatë më të qartë. Pra, ose duhet të bëhen koalicionet, ose duhet të përsëritet cikli i zgjedhjeve që vazhdon gjendja e rënduar për qytetarët e Kosovës. Po unë jam optimist dhe shoh në ngjyrë optimiste të ardhmen që pas këtyre zgjedhjeve do të kemi koalicion. Të zorit apo të shefit? Kam përshtypjen që kjo e fundit gjithmonë ka qenë e dyta. Si keni pa faktorin ndërkombëtar? E përmendni pra ne jemi mësuar në të kaluamën që faktori ndërkombëtar në mbledhjet me dyert të mbyllura ka rezultuar me zgjedhjet e kryeministrave e presidentëve, ndërka sot faktori ndërkombëtar duket të shikon nga dritarja dhe nuk është interesuar për zgjedhjet, të paktën ne që shohim nga jashtë, tonë se ka raport, do të thonë informacione që ka qenë një vallë nisme për të dhënë mbështetje opozitës, por që opozita s'ka qenë e gatshme. Pse duhet një vit e faktorin ndërkombëtar me heshtë. Ndonë se ose mund të arsyetojmë që ambasadori amerikan ndër ka ambasador ka një shtuzë detyre, edhe kjo është në favor partive shqiptare që luajnë në formë edhe të mos bëjnë zgjidhje alternativë. Më shqetësuese është fakti që siç e thatë, nuk kemi një ambasador me mandat të plot nga shteti mik dhe i rëndësishëm i Kosovës. Sesa dëshirat tona që faktorin ndërkombëtar përkatësisht vendit të Kvinit të ndikojnë që të kalohet kriza politike në vend, të cilën e kanë prodhu faktori vendor. Pra, funditës, unë në gjykimin tim e shoh këtë sjellje, siç e thash edhe më herët të faktorit ndërkombëtar, pjekuri, karshi asoj se çka po prodhojnë faktori vendor, edhe unë besoj që është koha që klasa politike e vendit të ngrit performancën në nivel tjetër dhe ta shoh situatën aktuale të rëndume edhe të përpiqet ta amortizoj të njëjtën në mënyrë që partitë politike të kenë atë ndasi politike që është e natyrshme vetëm brenda një muaji të fushatës zgjedhore dhe përtej kësaj të ulën dhe të bashkëpunojmë në funksion të një performancë sa më të mirë të vendit. Natyrisht, opozita gjithmonë është aty për të lexuar gabimet e pozitës dhe për të ofruar alternativë konkrete se si do të ishte më mirë të zgjedhej një problematikë në sektorin X të vendit. Por, ajo çka ka nevojë vendi në këtë fazë është që në politikat e jashtme integruese, njohjet nga vendet që s'na kanë njohur mbrana Bashkimit Evropian dhe tjera, antarësimet në organizata ndërkombëtare me theks të veçantë dhe të rëndësishëm në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duhet të gjejnë kompromisin e nevojshëm që të bashkëpunojnë në funksion të zhvillimeve më të shpejta drejt këtyre antarësimeve. Si keni pa rolin e Vjosa Osmani si presidente e vendit, e cila pra nuk është treguara që përshtatshme për të arritur një unifikim mes partive politike? Mendoj që çarja mes bloqeve politike ka qenë aq e madhe sa që roli i presidentes në këtë rast ka qenë i pamundur të amortizoj këtë çarje. Ajo ka luajtur rolin e vet, për mua ka qenë befasuese se si e ka konsumuar 15 e dytë, ndoshta si detyrim kushtetues për të bërë të pamundur që vendi të jap institucionet, por që për mua ka qenë befasuese sepse u lexu shumë qartë që dallimet mes partive politike kanë qenë as të mëdha sa që nuk ka mjaftuar edhe mandati i dytë i partisë, por për të zhbllokuar situatën. Pritshmëritë e mia optimiste kanë qenë që vendi duhet të shkojë edhe në zgjedhje parlamentare në kohën e zgjedhjeve lokale, në mënyrë që qytetarët e vendit të kursehet
nga madhërtimi i nevojës për me dalë prapë edhe në herë zgjedhje brenda një viti, po sidomos që me qenë se kjo nuk ndodhi, atëherë unë pres që 28 dhjetori, përkatësisht dhjetori, fundi dhjetorit të jetë data kur ne do të drejtohemi kutive të votimit. Më pas do ta kemi edhe çështjen e vetë presidentes edhe presidentit të ri që duhet ta kemi në mars, sepse në prill s'ka dhënë mandati presidentes aktuale. Pra, siç e tha me pak fjalë, presidenti aktuale ka luajt rolin e vet, por që ka qenë i pamjaftueshëm në zgjedhjen e ngërçit. A mund të themi që Vjosa Osmani është ruajtur nga fjalori ndaj partive duke pas parasysh që shpreson edhe për një mandat të dytë, ndoshta për të marrë votat e mjaftueshme në mars të vitit të ardhshëm? Duhet ta ripërdojmë një fakt që ajo ka qenë një ndër më të votuarit në vend, në historinë e parlamentare të Kosovës, dhe duke pas këtë peshë të votuesve, ajo është gjithmonë kandidate serioze në skenën politike për secilën do opozitë. Ajo ka pas një rritje mbreslënëse të karrierës saj politike dhe askush nuk mund ta anashkaloj personalitetin e saj nga pesha në politikën kosovare, se si është lexu artikullimi i saj kopaskoshëm, natyrisht ka vërejtje. Duhet të jemi të motër dhe të jenë të motër ata që bartin përgjegjësi institucionale në artikullimet e tyre, sepse ata fundites nuk prezantojnë veten, prezantojnë institucionet me të cilat ata i përfaqësojnë, por në përgjithësi mendoj që ajo ka performuar mirë në relacion me faktorin ndërkombëtar, mendoj që ka prezantuar mirë vendin në jashtë, ndërsa për sa i përket peshës brenda vendit, siç e thash, nuk ka gëzuar autoritet të mjaftueshëm për me kalu ngërçin një vjeçor, madje siç e keni po, që nuk e theksum gjatë kësaj kohe është që edhe vetë gjykata kushtetuese me gjitha ato vendime të lëshuara nuk ka prodhu zgjedhjen e ngërçit. Gjithmonë ka lënë hapësirë për vazhduar. Le të themi që institucioni i gjykatës kushtetuese ka lexuar situatën dhe ka prodhu aktgjykimet, aktvendimet e tilla çfarë i ka prodhu, por që klasa politike i ka lexuar pro apo në funksion të veprimeve të tyre, por që fundites qytetari nuk ka pas institucione. Të nderuar, ka që kishim kohë për këtë emision, faleminderit shumë. Ju shprehim një përftesë. Të nderuar miq, do të takohemi nesër deri atëherë mirëmbëjtje. Kush janë ekspertët që